Jared Kushner, dhëndri presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ju drejtua me një video mesazh Forumit Ekonomik Ndërkombëtar në Tiranë. Midis të tjerësh, ai u ndal tek projekti i Sazanit. Isha shumë i tërhequr nga rajoni dhe zhvillimet rajonale demografike. Shpenzuam një vit në studim tregu, demografin. Pas një analize rezultoi se midisi ishte perfekt. Është një lokacion perfekt. Shumë pak kilometra larg Italisë, 10 minuta distancë nga aeroporti i ri. Do të ndërtojmë diçka spektakolare dhe do ta ndërtojmë së shpejti. Gjithçka ka të bëjë me vendodhjen. Kemi angazhuar një nga inxhinierët më të mirë në Evropë për të ruajtur mjedisin. Kushner pati një mesazh edhe për kryeministrin Edi Rama, duke e konsideruar atë si një politikan të zotë. Edi është një politikan shumë i zotë, i fuqishëm dhe lider i zgjuar. Qeveria në Shqipëri po bën shumë punë që çon investime në zhvillim turizëm, në rritjen e punësimit dhe pagave, kështu që të gjitha gjërat e duhura po ndodhin.